një nga futbollistët më simpatik të kombëtares, ka ndryshuar statusin. Panorama Sport mëson ekskluzivisht se Nedim Bajrami është duke kaluar një romancë me moderatorin e njohur në Kosovë, Lorina Dula. Të dy janë munduar ta mbajnë sa më të fshehtë lidhjen e tyre, ndërsa gazeta zbulon që prej pak kohësh, mesfushori nuk është më beqar. Lorina jeton në Prishtinë dhe është moderatore e një emisioni sportiv në Klan Kosova. Dhe u bëri buj në emisionin Euroshow gjatë zhvillimit të kampionatit evropian në Gjermani, verën e kaluar, që nga muaji nëntor, Lorina ka ndjekur nga afër ndeshjet e kombëtares shqiptare dhe siç duket nuk mungojnë pozimet edhe me fanellën kuqezi, e cila me shumë mundësi është duruar nga djaloshi që i ka rrëmbyer zemrën. Të dy janë treguar të kujdesshëm dhe nuk kanë publikuar asnjë foto bashkë në rrjetet sociale. Nedim Bajrami, duke vijuar në aventurën e tij në kampionatin skocez, i blerë me shumë bujë nga Rangers. Bajrami nisi mirë dhe u duk sikur u përshtat shpejt në ambientin e ri, disa gola dhe paraqitje të mira në Ligën e Europës, duke se gjithçka do të shkonte perfekt për mesfushorin. Por kurba e tij vijoi në rënje. Bajrami humbi vendin si titullar dhe nuk luan nga fillimi në 7 ndeshjet e fundit në kampionat. Ai u preferua vetëm në ndeshjen e kthimit në Europa League kundër Fenerbahçes, ku ekipi humbi. Ditën e sotme Bajrami me Rangersat do të sfidojnë Atletico Bilbao në shtëpi në fazën çerkfinale të Ligës së Europës dhe nuk dihet nëse 26 vjeçari do të jetë në formacion. Mesfushori, i cili prej kohësh është spostuar në krah, u kritikua dhe për parashikjet e topta në ndeshjen me Anglinë, teksa kundër Andorrës ishte një prej lojtarëve të cilin Silvinho e uli në stol.